Përshëndetje, mirë se erdhën në lookun tim të parë të Halloweenit. Në fillim do të vendos foundationin, i cili është një ngjyrë më e hapur se fytyra ime. Më pas do ta përhap atë me beauty blenderin tim. Më pas do ta vendos në vend me MAC Prep and Prime Translucent Powder. Do të mbush vetullat me Deep Brow Pomade të Anastasia Beverly Hills në ngjyrën taupe. Blushin Colorista të Benefit do ta vendos në të gjithë kapakun e sipërm të syrit. Marr paletën Modern Renaissance të Anastasia Beverly Hills dhe ngjyrën çokoladë të saj e vendos në të gjithë pjesën e poshtme të kapakut të syrit. Pas marr Blackout Urban Decay dhe vendos në të njëjtin vend ku vendos edhe ngjyrën çokoladë. Gjithashtu edhe sipër çerpikëve. Më pas marr një blender brush të pastër dhe sfumoj të gjitha ngjyrat bashkë. Marr një laps kaf edhe vendos sipër dhe poshtë kapakut të syrit. Më pas marr një penel të zi. Vendos çerpikët e House of Flashes Iconic. Sfumoj pjesën e poshtme të syrit. Më pas filloj me formën e hundës me të njëjtin eyeliner të NYX. Vendos blackout sipër eyelinerit në mënyrë që të mos duket asnjë pikë shkëlqimi. Filloj me konturet e fytyrës dhe marr ngjyrën Real Gar Modern Renaissance dhe filloj të sfumoj poshtë çdo hije të zezë që kam vendosur në fytyrë. Filloj të bëj hije të tjera. Kjo pjesa është opsionale, nëse doni bëheni, nëse nuk doni mund ta lini ashtu të bardhë. Tu po përpiqem të bëj dhëmbët. Vazhdoj me hijet. Dhe ky është looku i parë i Halloweenit. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Shihemi në video të tjera. Mirupafshim.